Dhe flasim në vazhdim për një ngjarje e cila i paraprin ditës së 8 marsit. Është kolektivi feminist Marshojmë Sfestojmë, ata të cilët kanë organizuar një aksion simbolik që i paraprin protestës së paralajmëruar për 8 mars në ditën ndërkombëtare të gruas. Aktivistët thonë se përmes kësaj proteste synojnë të kundërshtojnë patriarkatin dhe realizimin dhe racizmin e kapitalizmin. Shteti s'na mbron, shoqet tona po. Është thirrja për protestë të organizuar nga kolektivi Marshojmë Sfestojmë me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas. Përmes kësaj proteste kërkojnë trajtim të barabartë gjinor dhe drejtësi gjyqësore. Aktivistja e këtij kolektivi Vjosa Maxhuni tha se rastet e shumta të dhunës me bazë gjinore ndaj grave lidhen me rendin patriarkal shoqëror. Dhuna në familje ndaj grave dhe fëmijëve, ngacmimet e përditshme, seksuale në rrugë, shpërndarja e fotografive intime të vajzave pa pëlqimin e tyre online, vendimi i Gjykatës Supreme që u hapi rrugë shkollave të ndalojnë bulesën e të vendosin kontroll institucional mbi trupat e vajzave muslimane dhe shfaqësimi i policisë nga drenasi për abuzim seksual të një të mitur në vitin 2019 janë pasoja direkte të një rendi patriarkal kundër të cilët në marshojmë dhe revoltohemi. Ndërkohë, aktivistja tjetër e kësaj organizate, Pranvera Ferri, tha se përmes kësaj proteste synojnë të ngrisin zërin për të drejtat e grave dhe të kërkojnë mbështetje nga shoqëria. Dalje me u revoltu për një jetë dini tashme në të cilën gjejmë mbështetje tek njëra tjetra dhe komuniteti. Ju presim të dielën në ora 12 te sheshi Zahir Pajaziti. Protesta, e cila është planifikuar të mbahet më 8 mars, synon të shprehë kundërshtimin ndaj gatishmërisë së Kosovës për përfshirjen e FSK-s në një mision ndërkombëtar stabilizues në Gaza.